jeni në Fan Club, ja të kritakojemi dhe këtë të dje live në ekranin e Top Channel. Faleminderit. Jo më larkë se dje ishte data 8 mars, do doja ta filloja këtë puntat me tone pozitive, duke uruar gjithë vajzat të kenë ditë sa më të këndshme, pozitive dhe qofshi ditët tuaja plot gëzim, dhe duke ju rikujtuar që vajzat edhe gratë duhen celebruar çdo ditë. Prime intensiva i mbrëmshëm, pam shumë dinamika, shumë emocione, pam një eliminim, gjithashtu 2 banorë të tjerë janë larguar gjatë javës. Jemi pothuajse 1 muaj e gjys larg finales së madhe të këtij edicioni dhe për këtë arsye Fan Club ka vendosur të bëjë një sondazh në webin e Top Channel, duke shtruar pyetjen: nëse finalja do të ishte të martën, kush do të ishte fituesi i këtij edicioni? Edhe ja ku e kemi. Mund të votoni, kështu që ju ftoj të votoni, janë gjithë emrat e banorëve, dhe pas pak do të shohim rezultatin, kështu që vërtet votoni, se dhe unë kam shumë kuriozitet. Ndërkohë, do shohim, kështu që do të shohim në fund të këtij programi, ndërkohë do të flasim për një nga situatat që kanë qenë më shumë të diskutuara jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë, sidomos në rrjet, edhe po flas pikërisht për largimin e Eglit. Natyrisht do të diskutojmë për këtë situatë me opinionistët tanë të dashur, kështu që ju përshëndesim, Mirdita Ronaldo, Mirdita Shife. Përshëndesim gjithashtu edhe të ftuarit që janë Francesca, ish banore e Big Brother VIP 3, Arber Zeka, ish fitues i Big Brother, dhe Ina Koçaku, opinioniste dhe psikologe. Mirë se vini në Fan Club. Atëherë, siç edhe po thoja, do doja të flisnim pak për largimin e Eglit, një largim sidomos që është bërë në mënyrë të paparashikueshme për arsye të saj shëndetësore, dhe do doja të fokusohemi pikërisht te kjo pjesa dhe çfarë ka shkaktuar ky largim. Ina. Në fakt, jam shumë e lumtur që rikthehem në Fan Club, duke të dojë që... Po të ti ke komentuar vjet, po... Edhe është pak e pabesueshme se vjet, për shembull, unë isha në Kolltukun e Shqipës dhe ne flisnim për ty. Po. Kështu që se vjet, po ti po drejton dhe unë jam e ftuar. Kjo është jeta. Edhe unë jam këtu. Ronaldo vazhdon të jetë gjithandej në për Top Channel, po çfarë si ka kjo? Unë jam shumë e lumtur që Ledioni her pas here ja u garanton banorëve dhe i thotë që në çdo moment që secili nga banorët ndihet që duhet të largohet nga shtëpia dhe do të kujdeset për shëndetin e tij mendor ose për veten e tij, mund ta bëjë në çfarë do lloj kohe, kështu që personalisht nuk më ngelet asnjë gjë tjetër përveç se të respektoj vendimin që Egli ka marrë, duke vendosur nevojat që ajo ka pasur për momentin përpara një loje apo një gare. Dua që ta kap që nga fillimi se çfarë e shtyu Eglin në opinionin tim përpos. Po. Jo, në fakt do të fokusoja më shumë tek fenomeni që është krijuar, sepse ajo u largua dhe në shumë pak ditë pati një rritje followersa të ndjeshëm. Le të themi gati ndoshta edhe më shumë 100.000 followers në shumë pak ditë, nëse regjia më ndihmon ta shohim në Leduall diferencën. 111.000 followers në shumë pak ditë. Pse? Sepse ishte një... Se kjo kuriozitet? Ishte një largim i bujshëm, Egli dhe Gjesti krijuan ato dyshen, se nuk dua t'i quaj çift, nga që ato nuk e quajtën kurrë veten çift, s'më takon mua. Krijuan një dyshe që krijonte shumë polemika dhe patjetër Edi u paragjykua duke ditur që akoma në Shqipëri ne nuk e perceptojmë dot një vajzë që deklarohet për një djalë, që e pëlqen një djalë dhe që bën hapin e parë, dhe kemi pikërisht atë doktrinën maskiliste të sjelljes që duhet të ketë një djalë dhe sjelljes që duhet të ketë një vajzë në një marrëdhënie, dhe mendoj që nuk u mirëprit shumë mirë dhe paragjykua në fillim, por sjellja konsistenca e sjelljes së Eglit dhe mos konsistenca e sjelljes së Gjestit bëri që shumë djegës mos të pëlqejnë më Gjestin, do t'i kthehet atij bumerang dhe të pëlqejnë Eglin. E qartë, Francesca, ti mendon se kjo rritje
është për i faktit që personat, njerëzit kanë pas shumë kuriozitet për të parë një reagim të Eglit, apo vjen shkak kuriozitetin nga një antipati që kanë pasur? Në përgjithësi të gjithëve na rritet kur dalim, se kur jemi brenda njerëzit na shohin live, nuk është se kanë çana shohin nga Instagrami jon, kështu që është normale. Por mendoj që thelbi i gjës është që na është dimsur shumë të gjithëve Egli. Nuk besoj se ka njeri në Shqipëri jashtë e kanë ndjekur këtë Big Brother që nuk e është dimsur në një moment apo tjetër Egli dhe situatët që është ndodhur dhe gjendja e saj të rëndë emocionale që gjithë e kemi ndjerë. Kështu tani që ka dalë, gjithë duam ta dim a është mirë, a është okay, apo e kalon edhe çfarë është vërteta e asaj jashtë tani që ka parë realitetin. A mund të mos e shohim Eglin pra më dhimbset? Jam dakord, po. Egli Tako është personi më i kërkuar në showbiz. Dhe nëse Egli Tako, edhe nëse na dëgjon, e kemi parë Eglin duke qenë 24 orë live. Egli Tako mund t'i fusi 10 reelsa tani, 5.000 euro shkon në reels Egli Tako, sepse shkon më dhe mund të bëj lek pafundësisht. Nëse Egli është e zgjuar dhe do di ta shfrytëzoj këtë moment televiziv, se për çfarë futën njerëzit në Big Brother? Për të bërë të famshëm, pra, për të bërë lek pas Big Brother, për të bërë koncerte, për të bërë, po pra dakord, por mos ta trajtoj mos si viktim. Egli Tako nuk ka vdekur, se dhe mbrëm banorët ishte njëri i mirë. No, nuk e ka me ty. Tash na është dhimbsur nga gjithë situata. Jam shumë dakord. Të pyesim pak edhe Arbrin. Tani që ajo ka dalë, a është Egli viktim e kësaj situate? Fillimisht i falenderoj për mundësinë edhe unë rikthena si pas një viti në fan club. Po du me nis me një frazë, po besoj që i përket Eglit dhe kish me përshkru mas mirë të Egli në këtë pikë që po jetojmë tash. Më shumë vrejt mungesa Eglit se prezenca e shumicës banorëve aty mrenda. Egli ka qenë një nga personalitetet dhe figurave. Më shumë se prezenca e gjestit. Mos do të thuash. Isha shumë korrekt në fjalinë që e thash, më shumë se shumica e banorëve aty mbrapa. Pasi shumë konsideroj që emërtuesi përbashkë të këtij edicioni është Gjesti. Egli ka qenë gjithë aty në brenda emërtuesi më i mirë që kish me përshkruar këtë edicion është Gjesti. Përtej kësaj, Egli ka pas një hyrje për admirim, një fantastike dhe ka demonstruar dhe ka dëshmuar që është një nga vajzat që duhet respektuar dhe vlerësuar për fillimisht nivelin akademik, e dyta për edukatën, sjelljen korrekte dhe post tjera është një empati edhe një ndjesi të jashtëzakonshme që ndoshta rrallë herë ndodh në trevat ku na jetojmë. E dytë e punës, rritja e Eglit followers ka qenë e pritshme pasi që thash, në vendin tonë gjithmonë kemi pas dëshirë që Eglit me pa mirë. Domethënë unë kum shpreh dëshirën që ajo më ju rikthy edhe një obsesion, ndoshta se dashnia dhe obsesioni është një bie hollë që i ndan këtë obsesionin mos me shpërfaq shumë, po mu koncentru në lojë pasi që kom besu që 2 javë e para Egli ka qenë projektuar për me qenë finaliste pa diskutueshme. Më falni nëse po flas shumë me pasion, por po mundona që hapësirën që po mipet me demonstruar dhe me përshkruar mënyrën. Për shumë i qartë, përpara se të flasim edhe duhet i dëshirojmë unë them diçka, presioni dhe trysnia që ka pas Egli brenda asaj shtëpie ka qenë jashtëzakonshme. Po, dhe në fakt do doja të ndalesha fikse te kjo, përpara se të flasim pak edhe për lojën e Eglit. Ajo ka pas 2 reagime në rrjetet e saj sociale, njëri 24 orë pas daljes dhe një mbrëm. Si e keni parë ju reagimin e saj? Reagim që tregon një vajzë që ka krizë të brendshme identiteti apo një person që po e shfrytëzon këtë situatë për pas audiencën? Nuk du me besu që Egli është e përmuar në atë mënyrë që të shfrytëzoj situatën kur ajo ka qenë deshëm apo s'deshëm ta pranojmë ndoshta në një pikë depresive, por që me gjithë zemër dhe shpirt ja uroj që të reflektoj dhe kjo eksperiencë që ajo ka pas të shërbej në profesionin, në karrierën e saj, besoj që ka një të ardhmë të jashtëzakonshme mediatike, qoftë si aktore, qoftë si këngëtare, ose pse jo edhe në ekrane televizive. Kjo është që du të them për Eglin, i uroj rikëthem sa më të mirë dhe më të shishë. Në këtë pikë do doja të dëgjoja pak edhe Inën që është ullur. Mos e bëjmë viktim Eglin. Daljen e Eglit lutëm, mos ja paturojmë Gjestit,
se ekziston një lloj tendence në përgjithësi qoftë nga komuniteti i gazetarëve ose pjesëmarrësve që faturimin e emocionet e Eglit që ka kaluar në një fazë depresive t'ja faturojnë gjestet. Do flasim edhe për gjestin pas pak që t'i marrim gjithë situatat me radhë. Do të pyesja Ina sepse sot ti këtu je ulur jo vetëm si opinioniste por edhe si psikologe. Kështu që sipas te nga ana psikologjike çfarë do të thonë, çfarë duan të thonë këto mesazhe? Atë ndërhyrje do të bëja dua që të kemi pak kujdes me termat se u përdor termi depresiv dhe ne në zhargon ndoshta dhe përdorim për situatat, po në fakt depresioni nuk është një gjë që ne mund ta themi pa mbajt pikë përgjegjësie që ky njeriu mund të jetë në depresion sepse ka një psikiatër që diagnostikon depresionin, nuk më takon as mua dhe aq më pak ta gjykosh nga ekrani. Unë nuk mendoj që Egli po shfrytëzon situatën, mendoj që ajo ka pasur një nevojë që të komunikojë dhe ka një detyrim ndaj ndjekësve që janë vërtet të shqetësuar, sepse Egli ka një numër shumë të madh ndjekësish që e duan. Në fakt Francesca pati një lloj të drejtë, edhe pse ajo fjala naudhim tingëllon pak keq, po unë e kuptoj që nuk e ka me termin që është viktim dhe naudhims. Patjetër që ngjalli keqardhje dhe shumë vajza krijuan një empati dhe ne duhet bëjmë shumë kujdes me diçka. Gjërat amplifikohen brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe ti thuash dikujt obsesive nga ekrani për në një ambient ku të gjithë janë me të gjithë, më duket pak e egzageruar. Pra, nuk do ta quaja obsesion atë që ndjente Egli për gjestin dhe sa për faturimin do ja shpjegoj unë Arbrit sepse ishte gjesti ai që do flasim për gjestin. Na si shikues komentojmë edhe mundohemi të deshifrojmë ato që shohim. Tani ne në qoftë se reagimet edhe veprimet e Eglit nuk kanë qenë fazë depresive, unë nuk di çfarë emërtimi ti vë tjetër. Atëherë, ajo e tha vetë, më fal një sekondë, ajo e tha vetë Arber që në qoftë se një person çan unë e kam kaluar një periudhë depresioni dhe unë mendoj që pak a shumë Egli është fokusuar jashtëzakonisht shumë te gjesti dhe kjo lloj ndjenje, mendoj unë gjithmonë, e çoi atë të bjente në një çfarë faze? Fazë egzaltimi? Jo në fazë egzaltimi, po përdorni të dy terma psikiatrik që nuk i keni mërzie. Më fal, në një fazë mërzie. E para njërë në mund të themi që një vajzë që ka kaluar një problematik të shëndetit mendor, në gjën e parë që hast, në një gjë që e trishton, që mos ta normalizojmë në këtë gjën dhe tani ta egzagjerojmë deri në nivel që është një problematike e shëndetit mendor. Arber, më fal një sekondë, po në qoftë se është depresion, Arber. Në fazë të çrregullimit mendor. Kushta? Sa po e thatë? Kur more? Jo tash më, fjalim para prapë. Ka shans. Jo më ka shans, thuni regjistrin tek them po. Nuk ka shans. Arber, regjistroj pak edhe këto të mjat. Në momentin që ti thua epitete, domethënë unë tash përshkrimin që e dhash unë është në raport me situatën që ka. Po e morëm vesh Arber se e the dy herë këtë gjë. Nuk du më di çfarë fazë tjetër. Po pra e mora vesh. Unë mendoj që ka kaluar një fazë mërzie, ka kaluar një fazë. Nëse një djalë dëgjojmë njëri tjetrin. Çdo person që është në Big Brother dhe besoj që ti me eksperiencën tënde në Big Brother, ashtu siç e kam pasur dhe unë eksperiencën, aty bukosesh dhe vjen një moment që të duket vetja sikur ti je i parëndësishëm. Dhe unë besoj që Egli këtë fazë ka kaluar, që i duket vetja parëndësishme. Në momentin që ajo doli nga shtëpia dhe e ke me fakt, nuk është se po ta them unë, bëri direkt një story për njerëzit që kanë ndjekur. Pra Egli ka qenë aq aktive sapo ka dalë nga shtëpia, ka lexuar të gjitha mesazhet e Instagramit se në momentin që thot po më pyesni shumë, atëherë si mendon ti që ka rënë në depresion, se ti vetë po e thua. Unë po besoj që po nuk mund të thuash depresion. Është një periudhë jo e bukur për Eglin, po unë nuk e mendoj që është depresion. Secili prej nesh, kur futemi në një format till, kemi njerëz përreth që më mbajnë, që na këshillojnë, që marrin në telefonin tonë, shkruajnë, pikërisht domethënë. Ndoshta nuk ka qenë Egli pikërisht ajo që ka bërë statusin, ka mujt të qenë ëma, ka mujt të qenë motra, domethënë mos i marrim gjanat konçeza. E preme me thikë, po në momentin që ka dalë jashtë, unë mendoj që njeriu kur del jashtë shtëpie, po nuk është çështja të flasim tani a është Egli në depresion apo jo, se ka pasur një psikolog Big Brotheri. Pra nuk është këtë. Po, duhet jemi, e vërtet duhet jemi pak më të kujdesshëm. Persona plotësisht me juve, është e vërtetë që apo thuni ka kaluar një fazë. Big Brother i tutelon banorët brenda së shtëpisë në këto
livele. Je eksituar të di, a do të rikthehet Egli në Big Brother? Po, pikërisht, është e vërtet dhe madje do doja ta dëgjoja pak Franceskën, një minutë Arbert, lutem. Nëse Egli rikthehet, një minutë. Po vimi në përfundim surreal, që vajza ka qenë emocionalisht në mënyrën më perfekte të mundshme, sa që e ka shty me dal me thonë, unë jam super okej, jam të kalu një fazë fantastike dhe po dal. Nëse është kjo ajo që duhet me thonë për theme. Do të thonë të shohim realitetin me një sy raj. Mendoj të jesh ekstrem në të gjitha ose është emocionale shumë të mirë. Ti vëm pak, falni. Nuk ekziston me radhë. Ti shikosh gjatë në ekstreme, në dy ekstremet e tyre. Kjo është ti vëm pak pikën me ndihmën e Ienës, sa ka ndikuar. Sa ka ndikuar, një sekondë. Ka gjë vazhdon. Ekziston një tendencë. Të lutem, mund ta respektoni fjalën se pastaj nuk dëgjojmë asgjë. As nuk la kuptojmë. Arbër, mund të vazhdosh mjeksi, pastaj mund është një specializim për psikiatri dhe mund të vish këtu mbas 15 vjetësh të na diagnostikosh depresionin. Tani të lutem, bëj gazetarin dhe mos fol për shëndetin mendor sepse kjo është një temë që i prek të gjithë. Po, pikërisht, prandaj ti vëm pikën me Ina, që është këtu për të folur për këtë çështje. Sa ka ndikuar gjesti në gjendjen psikologjike të Eglit? A ka ndikuar edhe jo situata e Nishanit për ta çuar në këtë rëndesë, në këtë largim? Digjo, prandaj thash do t'i kthej dhe përgjigjen Arbrit tek faturimi, nuk është çështja që unë dua të bëj gjestin fajtor apo kërkojmë të bëjmë një fajtor. Sigurisht që në jetën tonë, të gjitha gjërat që ne kalojmë ka aktorë të ndryshëm që na ndikojnë në një formë apo në një formë tjetër. E vërteta është dhe çdo shikues që e ka ndjekur Big Brother në fanatizëm e kupton shumë mirë që fjalët që gjesti thoshte, përveç se ndryshonin, veprimet e gjestit, siç është më të ne që jemi vajza, ndoshta është dhe kjo pjesa mashkull femër. Një puthje në qafë është një puthje erotike. Pra me veprimet, gjesti atë i ka thënë që ti e imja dhe ne jemi një çift. Dhe është shumë normale për çdo vajzë. Po, ja ta mbaroj dhe s'ka pak më vonë flasim për gjestin që ta shindajmë gjërat që flasim për të gjitha. Që për një vajzë, në momentin që merr sinjale të miksuara nga një djalë, të kaloj në një gjendje konfuze. Pra unë e kam parë Eglin gjithmonë konfuze dhe kam parë Eglin duke dashur të ruaj dhe besnikërinë sepse ajo është një vajzë besnike dhe duket që është përpjekur që marrëdhëniet i mbaj korrekte me njerëzit, pra mos premtoj shoqëri të mëdha, mos premtoj dashuri të mëdha. Ajo ka dashur që të vetë sakrifikohet dhe i është dukur okej për të mbrojtur besnikërinë që mendonte që i detyroi gjestin. Patjetër që neveria që gjesti shfaqi, sepse ajo është një video shumë e rëndë për pjesën e Nishanit, për mua një reagim i egzageruar, sepse një njeri që mund të ketë fobi Nishane, do ta kishte për çdo Nishan të çdo njeriu. Mendoj që atë e ka tronditur si grua, si vajzë, pra në nivel emocional romantik, se nuk dua ta quaj erotik. Dhe mendoj që ka qenë një nga momentet që atë ka goditur më shumë që mund ta ketë çuar drejt këtij vendimi. Sepse nuk është ajo të dëgjojmë që ti vjen se duhet të kalojmë me fal në ajo nuk të thuash dikujt që nuk dua të të prek, nuk dua të të shoh në krevat, është një filozofi më e madhe se sa veprimi, sepse banalizohet për një nishan, u bë për nishanin, u bë për një qime. Ne që jemi vajza dhe gra ndoshta e kuptojmë më mirë Eglin dhe prandaj dhe e kanë mbështetur. Ajo është me sjellja e Eglit apo jo? Nuk do doja ta gjukoja nga jashtë a është e justifikueshme apo jo, unë e kuptoj, pra unë nuk mendoj që po shoh obsesion ose shoh një sjellje të pa justifikueshme personalisht, dhe unë mendoj që të gjitha ne në marrëdhënie në çift i lejojmë vetes të bëjmë gjëra që ndoshta shoqëtohen me shumë qartë, më duhet të kaloj tani në hapësirë publicitare, si jemi pas faqe ndonjë me ne. Ja kur i kthyem live në Fan Club, do të vazhdojmë diskutimet e tona rreth largimit të Eglit. Dhe ç'është interesante është që ndërkohë që largimi i Eglit e ka ndihmuar atë në syrin publik, në popularitetin e saj, krejt e kundërta ka ndodhur me Gjessin, ku kemi parë një sër komentesh negative dhe në rrjetet sociale. Kështu që lind pyetja, Franceska, ishte e pritshme që të kishte këtë reagim publiku ndaj Gjestit pas largimit të Eglit? Patjetër, janë njerëz që mendoj që janë ca njerëz që mendojnë ua si ja bëri ai asaj, dhe njerëz që patjetër e kuptojnë pjesën që
ai nuk ishte shkaku që, për mendimin tim, unë nuk mendoj që really gjesti ishte shkaku e gjendjes asaj kaq të rënduar. Mendoj se ai ka qenë shumë korrekte dhe shumë qartë me Eglin që ditën e parë. Po duhet kuptojmë edhe anën e atij që aty brenda në atë shtëpi trysnia në përgjithësi është shumë e madhe. Ne kemi provuar vetë. Ka momente që je lart, momente që je poshtë. Dhe nëse ti ke mundësi të ndash diçka me një person, një moment afeksioni, një puthje, një përqafim për të ndjerë pak më mirë, është totalisht e lejueshme nëse personi në krah ta pranon. Pra ishte shumë i qartë që kjo është thjesht për të kënaqur veten time dhe për të dhënë ndoshta ty një diçka që ti ke nevojë, por nuk ka asnjë gjë më shumë midis nesh. Fatkeqësisht unë mendoj që Egli ka dashur në veten asaj të kishte diçka më shumë, që na ka ndodhur edhe ndoshta ne femrave në jetën jashtë, në realitet që e mushim menjen që hëse rrugës ky do më doj mua, hëse rrugës do ndryshoj menjen dhe fatkeqësisht është përfshirë pak më shumë dhe më vjen shumë keq dhe është një vajzë me shumë vlerë dhe meriton të ketë në krah një person që adhuron, jo një person që thot shiko se nuk ka asnjë gjë përveç kësaj gjës. Mendoj se të dy kanë qenë shumë korrekte me njëri tjetrin, thjesht aty brenda gjërat bëhen pak lëmsh, gjendja, situata, izolimi. Pra, Francesca mendon që nuk ka asnjë lidhje, le të themi drejt për drejt me daljen e Eglit nga Gjesi. Kështu të ju doja të pyesja edhe mendimin e juaj, si e mendoni? Jo mendoni se Gjesi e ka përdorur Eglin brenda asaj shtëpisë, lidhet largimi i Eglit me Gjesin? Në fakt, unë e kuptoj deri diku Francesca në nivel intelektual që thot, po ndonjëherë kjo afeksioni prekja fizike mund të doj thjesht atë ngrohtësinë e momentit që mos ndihesh vetëm, ama në Shqipëri ka një standard të dyfisht kur vjen fjala për një afrim fizik të një djali ndrejt një vajze që ne kuptojmë më kollaj. Dhe nëse do ishte një vajzë që do puthte një djalë në qafë, që do aftonte një djalë në krevat etj, patjetër që kjo vajza do të kryqëzojë, do të ishte e papranueshme. Kështu që ose ne do ruajmë një standard dhe gjithë lojtarët do t'i gjykojmë në një standard dhe nuk do lexojmë pastaj më këto afeksione as te vajzat si kërkimin e një marrëdhënie, ose do pranojmë fatkeqësisht të diferencën që bën të qenurit mashkull-femër. Unë nuk mendoj që, sepse në shumë momente, mbas prajmeve, ato kanë lozur bashkë dhe ato kanë lozur bashkë me një garanci që ne jemi të dy, që mund ta lexosh edhe nga ekrani, sepse kemi parë dhe herë të tjera çifte se si kanë tentuar që të luajnë bashkë dhe për mendimin tim Gjesti ka dhënë sinjale mikse dhe Gjesti deri diku pavarësisht që dukej Egli ajo që ishte më e prirur që mos ta pranonte refuzimin e tij, ajo mendoj që ka menduar që gjithë gjëja po bëhet, refuzimi ka qenë për efektin e lojës dhe nuk ka qenë një refuzim real dhe e ka ndjerë ndryshe. Jo, mendoj që ajo nga afër e ka ndjerë ndryshe. Ina, një kuriozitet që të di mendimin tënd, para se të kalojmë në një gjë tjetër. Loja e Gjesit më e fortë me Eglin krah apo pa Eglin në krah? Me Eglin patjetër. Unë mendoj që ka lojtar shumë të fortë në shtëpi se Gjesti, shumë më strategjik, shumë më të fortë me grupe, që do vinë sfida që Gjesti do ngelet vetëm dhe Gjesti patjetër bën atë lojën që mund të jetë shumë argëtuese për momentin për publikun, por për mua nuk është një lojë fort inteligjente që të bën fituesin e Big Brother. Arber? Ndryshe prej Inës, unë fillimisht të thjeshtoj këtë situatë. Ne jemi të prirur me pa dhe kemi pas dëshirën me pa një çift. Do na shprehtu ashtu edhe e gjithë kjo situatë që ka ndodhur i paturohet Gjesit për shkak se nuk na përmbushi egon ton si publik. Por unë mendoj që... Kush është egoja jonë? Egoja jonë me pa Gjestin edhe Eglin të lidhur. Them të drejtën, nuk do të ta shija Eglin me Gjestin. S'ka qenë dëshira ime. Zakonisht, unë po flas për ato që... Gjesti duket aq i vogël sa më vjen të turp ta shoh sot jetojmë në kohërat që meshkujt janë bërë princesha, meshkujt dëshirojnë që vajzat të shkojnë nga mbrapa, meshkujt dëshirojnë që vajzat i propozojnë. Pra, kjo çështja, pra Gjesti në një farë forme është princesha e Big Brotherit. Jo, princesha Big Brother është thjesht një e ka vibe në shtëpi. Është vibe femininore. Se Arbi zgjurohet shpejt, lutem me radhë, lutem. Mos e zgjurosh se s'ka manipulues tipik emocional, ato cilat në qoftë të se më ndërprisni, po kam probleme edhe me çupin deri në fund. E dëgjoj se fjalë nga ty. Eshtëm të gjithë. Nuk na përmbushi një ego që kishim ne si publik. Kjo tashmë nuk do të shumë koment edhe në qoftë se tjetri e mohon, dikush tjetër e mohon është jo real në ato që e thot. E dytë e punës, nuk ka nevojë Gjesti për partner në lojës.
Jeni të sigurt, ai do me thonë në qoftë se gjithë banorët të tjerë, krau tjetër, kërkon primin për mi marrë 10 minuta, Gjesti këto e bën për 24 orë çdo minutë. Unë nuk e besoj këtë. Klub ka arritur, po, më thuaj. Se përfundova si ishte presje, halosja puna pikës fjalin. Në qoftë se ka lojtar. Arbri është demonstrues përveç se Jo, nuk jam bremsuar, nuk jam lektorusën këtë pikë, por gjithsesi po duhet të them, nëse ka një lojtar me të gjitha tiparët që e karakterizon një fitues, pa modesti po them, sinqerisht, nuk po du t'inglloj, nuk po du me fol me terma superlativ, po për te kësaj, ka tipare fituese pse, çka don publiku, çka don publiku, publiku don me qesh, publiku don me kajt, publiku don drama, publiku ka nevojë edhe për figura frymëzuese, patjetër, O Heidi, mund të të marr vetëm 1 minutë. Po, na pajtojmë. Ne jemi të prirur. Ronaldo, ne mundemi mu pajtu për mos mu pajtu. Shoqëri me një rini të dështuar si kjo jona, ku arsimi ka ikur aty ku nuk ban më. Nuk po besoj, që kjo dikoj që thotë kam shkollë. Pra ne kemi aty figura Ronaldo pikërisht për shkop. Po jo, vish pak. Big Brother nuk është parlamenti as i Kosovës, as Shqipërisë. Dëgjom bre. Jo, gabim. Nuk ka lejoj me thonë këtë pjesë, Ronaldo nuk e lejo. Po jo tani nuk duhet me leju këto, është gabim. O jo, është gabim, nuk jën. Çfarë ka bërë Gjesti? Po dëgjomni tash. Nuk kemi dalën vot. Vetëm një përgjigje. Top Channel kur e ka përgjith kostën, nuk ka zgjedh. Okej, stop. Te përfundoj se nuk po lejoni. Jo se është. Po jo gjithkohës është ju vnu fake. Po të shojmë diçka dhe do vazhdojmë të diskutojmë për këtë. Po jo, se jeni gabim. Me brek është gabim, o le del me brek. Apet ka punë zotri. Ronaldo shpirti, dëgjoje të përfundoj fjalin. Top Channel nuk ka zgjedh kostë, nuk ka zgjedh njerëz intelektual. Ronaldo, lutem të paktën ta devijoje pak diskutimin. Big Brother në kuishte. O nuk është parlamenti i Shqipërisë, në gjithë botën zgjedhën njerëz të ndryshëm. Domethënë, sidomos kërkohen njerëz stereotipe. O janë stereotipe, nuk kemi votuar na për mi zgjedh ata aty. Fan club. Kemi votuar, nuk kemi marrë si vin me këshir, nuk është pikë. Më prej tani herë përse si në fund e kush e di se çfarë po bëu tash. Po jo, a dim se është tendenca është i pashkull. Okej, paralele me lajën që nuk një klip se Fan Club ka arritur Fan Club ka arritur të marrë një deklarat nga Gjesti nga dhoma e rrëfimit, ku ai duket pak i dyzuar, domethënë ka pak dyshime në marrëdhënien me faktit që me largimin e Eglit. Le të ndjekim klipin dhe ta komentojmë së bashku. Se di që është qajo, puna me Eglin, s'po me këtë përmendë, po Nina është fajtor, krejt. Oh shit. Po Nina fajtorën, unë se kom detyru mi bo, se kom shti me zarë. Kamet që ka dalë pej meje, kjo në të konsideru një ma i poshtër këtu me, që unë qasi kom base qike. Po dalën e si me konë, që e kom vënu qike me, e kom bënë e sa të keqe, zotë rëndë. S'po di asë qa i kom bënë, nuk është që kom bënë diçka të rëndë, sene prej noti si kom bënë, po pare gjikojnë krejt mu. Jam vënu sa, qa jam mu. Nashta që kjo që ju kom afru, ju kom largu, u kom dash me lanë thirë, se u bënë balë, po kërë që isha keqë, apet të afresha, pa kështë të zbëhet, ma mirë të vërtetën apet. Kur i kthyen pam një gest shumë të mendueshëm. Ina, apo ndikon në psikologjinë e Gjestit largimi i Eglit? Nuk më duk fare mendueshëm Gjesti më duk shumë i shqetësuar se nëse njerëzit do mendonin që u largua nga ai, Gjesti vazhdon të ketë hallin e tij, ishte një moment egocentrik i pastër i tij. Pra e ka merakun tek opinioni publikun që ajo nuk iku për fajin tim. Ka një klip edhe më të shumtuar që është transmetuar Prime-in e djeshëm, kur një njeri minimalisht, kur shikon një vajzë në gjendje të rënduar psikologjike, ose që po vuan, ose që po qanë, qoftë edhe armiku yt më i madh, minimalisht ti ke
minimumin e empatisë. Dhe kur flet për të Ina nuk rri kështu se për ta qetësuar. Ndërkohë ai ishte agresiv, i çliruar, agresiv në kuptimin e mirë të fjalës, se agresion s'është gjithmonë dhuna, duke vazhduar ta akuzonte, i erdhi e motra, shkoi u justifikua dhe akuzoi në sy të motrës, pra ai gjithmonë historikisht ka lar veten e tij dhe nuk e ka kuptuar kurrë. Madje nuk kam parë një moment vetëm empatie dhe e ka përdorur gjithmonë dashurinë e saj. Të lutem shqipe mos ta mbaroj, po bëj një analizë. Duhet i bëni ju këtë analizë Loja. Ai ka përdorur gjatë gjithë kohës pozicionin e saj për të viktimizuar vetë. Dhe në fakt, loja e vërtet e gjestit, duke marrë mësimin nga Gjeneta, ka qenë kjo. Dhe është një viktimizim i pastër në kurrizin të një vajze që thjesht e deshit e mbështeti dhe mendoi që po mbështeste lojën e tij ose mbështeti atë, sepse ajo, sipas opinionit tim në mendjen e saj, ka justifikuar gjithmonë që unë do ta lë këtë çfarë bën në prime, sepse ky po los, sepse unë e kam në darkë në krevat dhe ai ndjen dashurinë time dhe ai mua më do, ama unë do ta lejoj këtë që të bëj lojën e tij gjatë prime-it. Unë mendoj që kjo ka qenë filozofia që ajo ka ndjekur dhe ka bërën dhe unë uroj që duke parë dhe këtë të sotmen dhe klipi që është transmetuar djetë të kuptoj që në fakt ajo është një dhunë psikoemocionale që ajo duhet të shëroj dhe të qëndroj largë. Falet, ai duhet... Hejde, nësë më lejot një fjali pa ndërpresë, sinqeresht... Një minutë, sepse edhe Shqipja do të thonë të diçka, kështu që të mbajmë... Isëm ke dëgjuar fare me të se me zi ke prit të reagosh. Mbajmë qëtësi, ju lutë, ta dëgjojmë. Por atë ma këthena arbri më vonë. Gjesti përveç me Egli nuk është se ka pasur shumë situata me thënë të drejtën në shtëpi, vetëm në fillim fare që ka pas situatën me Gjibanin, Gert Ferrën dhe këta. Do me thënë që është njohur si Gjesti. Ta mbaroj tani dhe më lër ta mbaroj unë me presje dhe me pika arbri jam dakord. Kurse për pjesën tjetër, Egli nuk është aq viktim, sepse nëse një mashkull do ndiqte ashtu një femër, ashtu siç e nxorën Xumi në fillim fare, doli për ndjekës dhe doli manjak në këtë lloj forme. Kështu që dhe Egli paka shumë për ndjekse dhe manjake, le ta quajmë në këtë lloj forme. Nuk mendoj që aq viktim, nuk mendoj, m'fal pra, nëse do t'i shkonte nga mbrapa thash, dhe do ishte mashkull. Pra nxorën edhe një mashkull në momentin që bën një analizë. Ama unë mendoj që nuk ajo nuk afroi kur Xumin, ndërkohë Egli dhe Gjestin ishin afruar, ka një ndryshim të madh. Ka folur lart e poshtë dhe ka thënë më ka prekur, më ka bërë etj dhe ka qenë shumë dakord. Që dhe ta prekte dhe ta përqafonte. Po sikur e përndishte kjo tani e pas ka prek dhe që nga dhe dakord. E ka thënë vetë dhe që është ndjerë shumë. Po tani ti si koherente me fjalimin tënd. Që para më duke 2-3 prajmesh kur Gjesti tha është e dashura ime, mendoj që këtë e bëri më tepër si një formë shakaje. Unë as nuk jam me Gjestin, pas nuk jam me Eglin. Po më thoti dashurim ishte shaka, ta di mos na përmbyste dieta. Nuk është faj asnjërit. Dhe mendoj këtë. Në një ditë, do me thënë, në një mbrëmje, a i tha që je dashura ime, kurse të nesërmen, a i e zhvlerësoj fare si femër, kjo nuk ka pas për mendimin tim kur një karakter si femër. A i mund tjetë manipulu sa të doj, sepse a i dhe gjdo banor tjetër aty në atë loj, janë përfitore, Okej, shumë e qartë, do doja një koment fundit nga Arbri, sepse janë përfitore. Nuk kanë shkuar aty që të bëjnë se hirë, edhe të ngrofin në diell dhe të nxjerrin. Prisni se s'ka ardhur akoma vera. Shkollimi ndikon në formimin ton akademik edhe në profesion. Pikë e parë punës. Nëse ekziston një djalë aty brenda që ka edukatën, që nuk fyn asnjëherë, në raport me gjithë tjerë, mos i marr me milistu, i nxjerri komplet me zarzi pa e fy asnjonin ose pa prekat. I nxori Big Brother se si nxori Gjestit. Ja, po e vërtet është. Sepse është Gjibani duke na pritur në një lidhje Skype, që do të doja të pyesja diçka të saktë. Po e vërtet është. Jonar stafi produksionit, ju nimra në shtëpi kanë lujt edhe kanë nxjerr banorët. Normalisht që Gjesti e ka pru situatën me qësi. A është loja e Gjestit? Gjoj pyetjen e vajzës. A është loja e Gjestit më fort krah një vajze? Ta analizojmë pak. A është loja e Gjestit? Sepse unë e kuptova qëndrimin tënd. Po, jo, e kuptuam qëndrimin. A është loja e Gjestit më fort krah një vajze? Po, apo jo? Shu janë vajzat shqiptare. Edhe një lutëm, kërkojnë Gjesti. A është loja e Gjestit më e fort krah një vajze, po apo jo? Po nuk ka nevojë bre Gjesti, e thash edhe një herë, nuk ka nevojë për alianca për partner brenda shtëpisë. Për alianca kishte nevojë sepse Okej, është momenti tani lidhemi në Skype me Gjibanin, një nga banorët që ka lënë shtëpinë në mënyrë të papritur gjatë kësaj jave. Le të lidhemi me Gjibanin, ta pyesim
Përshëndetje Gjibani, më dëgjon? Përshëndetje. Atëherë, ti ke dalë të prajmin e të martës për shkak të gjendjes shëndetësore të babait tënd. E dim që është jashtë rreziku, siç e ke pranuar, e ke thënë edhe vetë në rrjetet e tua sociale, do dorim të dinim si është tani, si është gjendja. Gjendja është shumë mirë, babi është kthyer te shtëpia, ka pas probleme me zemrën babi, ka kaluar infrakt në zemër para një 10 vjeç, kur ka qenë në Greqi dhe ka pas ca komplikime. Pastaj ka pas ca probleme me, nuk e dia, ka qenë fiks shëmir cerebrale, por që i ka hik pjesë e gojës për ca kohë, pastaj tani është mirë, ka recover. Na vjen mirë, si e ke përjetuar ti daljen nga shtëpia e Big Brother dhe nisje në mënyrë kaq të shpejt drejt Londrës? Emergjente. Ka qenë episodike, s'ka qenë lehtë, ka qenë shumë e vështirë. Para punës, kur kam dalë, kam qenë duke u djeg, kam qenë me temperaturë, me 39 temperaturë me ethe, edhe sigurisht që e gjithë shëndërimi, domethënë gjithë kur hik në një ambient që e përjeton në mënyrë kaq intensive, shkon diku tjetër, nuk e di ku ta kesh menjen, pastaj me babin nuk e dija se sa serioze ishte situata, megjithëse fola me familjen edhe përpoqën të më qetësojnë. Sigurisht që ka qenë kjo gjithë udhëtimi, biles një orë gjysmë para se më arrit në Londër, më ka radhë të fikt, nga tensioni i ulët i gjakut. Dhe nuk s'kam qenë shumë mirë, me thënë drejtën, po faleminderit Zotit që kam pas njerëz, janë gjendë njerëz shumë të mirë afër, më janë gjendë dhe më kanë dhënë edhe mbështetjen psikologjike, po edhe mbështetjen që më është dash shëndetësore. Është bërë virale një moment i joti para se të dilje, ku ke thënë, a është një rreng, a e mendoje ti e ke sqaruar, a e mendoje në të vërtet? Sigurisht gjitha i kam mendu. Në atë moment i kam mendu gjitha, se nuk kam dash të besoj, nuk kam dash të besoj që babi kishte pësu diçka dhe që babi kishte pas emergjencë shëndetësore. Gjitha i kam mendu, nuk e mbaj veten time as për naiv, as për njeri i cili han që t'i japin. I kam mendu gjitha, pavarësisht se marrëdhënia ime që kam pas me Ledionin dhe me produksionin ka qenë gjithmonë shumë e pastër nga ana e tyre, ka qenë shumë korrekte nga ana e tyre, po mendja për keq më ka shkuar normalisht, domethënë nuk është se nuk jam i djallëzuar në këtë aspekt që mos më shku mendja, jo, i vej gjithë në tavolinë kur mendoj. Shiko, pasi ke dalë ke shprehur mirënjohjen tënde për Gjesin, që ka qenë një nga të vetmit që të ka uruar për babain, ka pasur ndonjë banor që të ka zhgënjur aty brenda për sjelljen ndoshta më të ftofët, ndoshta Dania? E para punës nuk mundet nga njëra anë në prime të kritikojmë e të gjykojmë që nuk duhet ta stiflas fare Dania, se të merrem me Dania, nga ana tjetër të duhet të përgjigjem pyetje në për intervista. Tani ose do ta lejmë Danien rehat, ose nuk do ta lejmë Danien rehat. Unë kam vendosur ta lej Danien rehat, kështu që nuk dëshiroj të përgjigjem kësaj pyetje në mënyrë specifike. A ka pas banor tani që më kanë zhgënjur, por nuk besoj se më zhgënjen më njëri në këtë format, me këtë hipokrizi, me këtë dyftërsi, biles nuk më zhgënjen më as të ftuarit nëpër studiot televizive, edhe në studion tënde për shembull, nuk më zhgënjen më, jo më pjesëmarrësit të shtëpia e vllajt madh. Kujt i referohesh? Po i referohem atij Anaitis, që ka emrin ai, mos t'i jap ndonjë epitet tjetër. Okej, është një episod tjetër. Gjibani, do doja të pyesja edhe për gjithë situatat e fundit në shtëpinë e Big Brother. Si i ke parë të situatat? Jepja pak ati zotris aty se që nga i egzaltuar, jepja pak lutëm i pyetje, ti përgjigjem. Të lutem, Gjiban, për shembull, si e shet daljen e Eglit, një koment për gjithë dinamikat e fundit në shtëpi. Dalja e Eglit është
një dalje cilën po mos më kishte ndodhur ky problemi me babin, në shumë e mundur që me një tjetër proporcion, me një tjetër dimension mund të më kishte ndodhur mua, sepse aty i cili do ndjen për dikënd, vetë flijohet e vetë sakrifikohet, nuk është gjë e dur për të bërë, atë është gjë më e keqe që mund t'i bëjë dikush vetes tij, strategjia më e keqe nëse që nuk është strategji. Egli në fillim ka qenë, i ka fërku kokën deri diku për strategji, pastaj ngeci mrena, dhe unë e kam thënë qysh nga fillimi, kudo që më çdo mundësia që Egli ka ndjer për atë njeriu. Kështu që dalja e Eglit ka pasu ato emocionet e forta edhe zhgënjimin e saj. Egli është fajtore e vetes vetë apo është gjithsesi fajtor për gjendjen e saj? Jo, as kërkush nuk është fajtor, as Egli nuk është fajtore që ka ndje dhe ka pranu që ka ndje, as Gjesti nuk është fajtor që ka gjetë shesh e ka thyp shesh, sepse Gjesti është lojtar profesionist dhe për këto e mburin edhe fancat e prokrasit e tij. Nuk i vetë do të dikujt faj, janë thjesht emocione që akumulohen, janë thjesht emocione që vrasin atë i cili i ushqen, atë i cili i mban në shpirtin e tij. Egli ka ndje për Gjestin, kjo është e vërteta edhe daset. Okej, faleminderit Xheban, unë të uroj gjithë të mirat, uroj që dhe babi jot shërohet sa më shpejt. Ti kur do të kthehesh në Shqipëri? Për momentin, janë një javë herë se s'bën jam këtej, që du të jem, domethënë du të ri këtu edhe një javë se s'bën. Po kam ca inqizime, kam ca videoklipe për të bëme që domethënë babi është shumë më mirë. Normalisht të vazhdoj dhe unë me programin, po jam, e di si është Londra me Tiranën, si me qenë me autobus. Si Tiranë-Durrës është, Xheban? Po, si Tiranë-Durrës është fix, 5 aeroporti që ka këtu shëtojnë kështu që... Të falenderoj shumë, Xhebani, unë të uroj shumë suksese. Falenderit shumë. Ne do të kalojmë në publicitet, shihemi pas pak. Falenderoj dhe të ftuarit e tonë të dashur, falenderit Francesca, falenderit Arbe, falenderit Ina. Kalojmë në publicitet. Ja ku rikthyem live në të pjesën e tretë të fan klubit, edhe do doja të flisnim pak për nominimin që ndodhi dje nga Gerta, e cila përdori avantazhin e saj më mirë kutinë e Pandorës për të dërguar në nominim Rozanën, Laertin dhe Amberin. Kjo e fundit e pa veten jashtë loje nga ky nominim brenda natës, dhe sot është në studio me ne për të folur më shumë për këtë dalje dhe situata të tjera. Amber, mirë se erdhe për herë të dytë në fan club. Atëhere, herën e parë dole veç, herën e dytë dole prej Gertës. Kush ka qenë dalja më e dhimbshme për ty? Mendoj që dalja më e dhimbshme ka qenë dalja e parë. Sepse unë e thash në studio edhe para se të ndodhte rihyrja ime në shtëpi, që është tik me dy presa. Për faktin se unë shkova, gjeta disa lojtarë që kishin 2 muaj të izoluar, të lodhur, dinamikat në shtëpi kishin ndryshuar, plus edhe personazhet me njëri tjetrin, dhe jo se i gjeta veten jashtë loje, por nuk ishte ma jo pjata e servirur, që ti të gjeje veten aty ku duhej. Të duhej do me thëmë pak kohë për... Pra ti në këtë rikthim nuk e ndjeve veten plotësisht Amber si që ishe në fillim? Jo, unë e ndjeva, por nuk më la kohë, që do të thot, ishte afat shumë i shkurtër, që plus edhe Viroza bëri të vetën, në 4 ditë kemi qenë të gjithë pa qejf, dhe në momentin që ti shkoje të kapje në një dinamik, çfarë kuptove ti nga ky rikthim? Si? Çfarë kuptove nga ky rikthim? Kuptova që Big Brotheri ta jep mundësinë vetëm një herë në jetë, dhe ti në atë shtëpi duhet të shkosh vetëm një herë. Si e pritet zgjedhjen e Gertës se të fuste ty në nominimin? Gerta ka qenë e parabanore që me yrjen time është ndjerë e kërcënuar,
duke filluar dhe nga pyetja që më bëri, që më tha, ne të dyja jemi më shoqe, plus pastaj që mos të harrojmë edhe pjesën që java e parë për mua ka qenë një tmerr, duke ruajtur veten edhe gojën për të mos dhënë informacione nga jashtë, mënyra se si do sillesha me banorët, sepse dhe në mënyra se si ti sillesh, aty ti jepje informacion nga jashtë, që kështu ka qenë një luftë. Kjo lufta të ka ndikuar deri diku në lojën tënde, aty brenda të ka bërë më të stepur? Sigurisht, jo më të stepur jo, por që të pengonte pak për të hedhur ata hapin me banorët. Okej, Ronaldo, shqipje, ju si e shikoni rikthimin e Amberit? Se di, nuk e di më thënë, edhe Amberin sot e shoh edhe mbrëm në fakt, të pak të me sa arrit të kuptoja nga shtëpia që edhe kur mori vesh që doli në nominim, pra nuk isha as e tensionuar, pra domethënë se kur nuk e shqetësonte më kjo gjë dhe të pash pak të dorëzuar në rikthimin tënd. Të dorëzuar sepse mbrëm ka qenë një finale para finales. Domethënë, mendoj ashtu, mendoj që një finale. Edhe Ledioni vetë tha që ai ishte një eliminim tepër i fortë. Unë mendoj që një finale do të ishte nëse në vendin tënd do të ishte Gjesti. Dhe zgjedhja e Gertës më duk pak... Ai ishte një eliminim i fortë sepse Gerta e tha dhe vetë që Amberit i duhem shumë pak ditë të forcohet dhe të shkoj atje ku duhet. Nuk e di, mua nga ana Gertës, lëvizja e saj për kutinë e Pandorës më duk një lëvizje e dobët dhe mendoj që mund ta kishte shfrytzuar më mirë. Sigurisht që po, sepse unë ndjej kërcënuar nga prania ime. Po pra, dhe nëse ajo fusej Gjestin, Rozanën dhe Laertin i siguronte më shumë shanse vetes për të fituar Big Brotherin. Pavarësisht që ti ishe një lojtare potenciale dhe një karakter dinamik në atë shtëpi, me rikthimin tënd unë nuk të shifja më si fituese. Po, nëse ti nuk do të ishe tërhequr nga gara, unë të shija fituese, por me rikthimin tënd, koha ka treguar që ato që rikthehen, pra mund të shkojnë në finale, por nuk para kanë shanse për ta fituar Big Brother. Po. Nuk e kuptova shumë Gertën, me thënë të drejtën, me këtë lëvizje. Doj që një shans shumë të madh, kutia e Pandorës të vjen një herë në Big Brother dhe mendoj që mund të ishte treguar lojtare më e fortë. Gerta, për faktin se është ajo që asaj loje nuk jam atë do të pulsin si të tjerët, sepse më tepër bën komentimet e gjithë. Po pra, po në këtë moment për shembull që ti po thua këtë lloj gjëje që Gerta bën vetëm komentime të situatave të tjera, pak më parë i the Ronaldos që e tha Gerta që ishte një gjysmë finale diçka e tillë. Do me thënë edhe ja jep atë rëndësim, po dhe nuk ja jep atë rëndësim. Si e tha Gerta? Po ti sa po e the? Po nese, se kur ta shohësh Amber që mos të shkëputem nga ideja ime. Atë e tha Ledioni, nuk e tha Gerta. Po që po e thot Amberi tani përsëri, do me thënë që ja ka vënë pak a shumë veshë. Jo, Amberi e tha që e tha Ledioni. Jo, atë gjë e ka thënë Ledioni mbrëm. Dhe Gerta... Ti që po thua Gerta mua më shikonte të fort, unë këtë po them. Sigurisht që po. Po pra, por Gerta mund ta ketë pasur gabim. Ne nuk mund të shkojmë gjithmonë me mendimin e Gertës. Ta mbaroj një herë. Unë nuk mendoj që Gerta mund të jetë ndjer e kërcënuar. Gerta e ka edhe pak në tip që ta bëj lojën në formën si do, pavarësisht se ka momente që nuk e shoh pozicionuar, po gjithsesi, po flasim për ty këtu. Mendoj që në fillim fare kur dole, ke qenë goxha mirë, goxha e fortë dhe e jepje mendimin me zë të lartë, do me thënë nuk është se të trëmte çdo kush aty brenda. Ishe Amber, shkurt muhabeti dhe mua ashtu më ke pëlqyer, kurse me hyrjen tënde të dytë unë të pash fake Amber. Vjen keq që po ta them kështu hapur dhe fake. Por të pash fake duke qenë se hyre në atë shtëpi dhe hyre si një person që mbështeste më tepër Gjestin. Dhe në momentin që Gjesti të ka ngacmuar pak, aty ke shpërthyer, po gjithsesi. Absolutisht jo, sepse e para njerë unë e kam shpjeguar situatën me Gjestin kur kam qenë në këtë studio, dhe e dyta, në momentin shqipe kur ty nuk të godet, ai person ti nuk mund të shkosh të godasësh, sepse del ti fejnë. Në fillim e ke bërë. E kupton? Okej, Amber, njerëzit kanë pas edhe shumë pyetje për ty, shumë kuriozitete, dhe disa pyetje i kanë hedhur në Instagramin tonë, në faqen tonë. Tani, nëse më ndihmon regjia, ti shohim në LED Wall dhe të përgjigjemi së bashku. Pyetjet, ja, ku i kemi? Ike si lepurushe, u ktheve si luanesh, dole si pul.
Tani, e para njerë ky komentuesi ta ndaj mendjen, sepse lepurushe, luanesh dhe pul janë 3 gjëra që s'kan lidhje fare me njëra tjetrën dhe janë shumë larg dhe nuk mund të bëhesh dot lepurushe dhe luaneshe dhe lepurushe të shkosh në luanesh dhe luanesha nuk mund të bëhet dot pul. Jo, jam dakord. Radhës. Kur do fillosh të punosh pak me veten? Këtë pyetjen e ke nga Bernardi, që ka qenë në Big Brother. Kur do fillosh të punosh pak me veten? E para njerë, Bernardi të punoj me veten e tij, mos të luaj me 2 identitete në jetën e tij, dhe pastaj të shoh do punoj unë me veten apo jo, sepse në momentin që kam arritur këtu ku jam, i bie që kam bërë një punë shumë të madhe me veten time. Pyetje tjetër? Si shumë i fikur rikthimi yt, what happened? Çfarë ndodhi? Shumë i fikur. I fikur në çfarë kuptimi? Që nuk kanë parë me atë energjinë e fillimit. Me atë... Tani, Amberi, kjo është dhe unë nuk është se ndryshova gjë. Në fakt, Amberi nuk është kjo, po ta marrësh, po gjithsesi. Unë nuk është se ndryshova gjë, sepse sot kemi një energji shumë të madhe, nesër mund të kemi një energji pak më të vogël brenda vetes. Ndërkohë kemi një koment tjetër, pse je arrogante me të tjerët, 2 pse nuk toleron njerëzit. Ku do gjej arrogancë? Kjo ishte pyetja e fundit. Po, ku do gjej arrogancë, edhe unë do të bëhem arrogante. Kështu që no mercy. Jo. Okej. Amber, ne kemi hapur një sondazh. Nuk e di nëse e mbani mend që e përmenda në fillim, një sondazh ku ju duhet të votonit në webin e Top Channelit me pyetjen nëse të martën do të ishte finalja, kush do ishte fituesi në këtë pikë, edhe del në vendin e parë Gjesi, pastaj Gerta, Rozana dhe Laerti. Gjesi me 49% për pikë 34%, do me thënë fitues i pa diskutueshëm në këtë pikë. Gerta e dyta me 30%, Rozana gati 11%, edhe Laerti, së bashku me Valbonën, sepse ata janë një banor i vetëm, 3.23%. Interesante, ndonjë koment? Po është e pritshme, ne i dim shumicat e komenteve, por nuk duhet të harrojmë kur diçka, që unë e kam thënë edhe vitin e kaluar në fan club. Komentuesit e rrjeteve sociale nuk janë gjithmonë ato që votojnë me celular. Mendoj që në fund të këtij edicioni publiku ulet dhe bën një analizë pak më të gjerë se kush i meriton 100.000 euro. Ti ke një emër se kush do doje ta fitonte sot? Nëse ata që i kanë dhënë Gjestit fitoren janë ata komentuesit e TikTokut, sepse Gjesti është fituesi i kamerave, është gjatë gjithë kohës te kamera, që aty nuk lejohet të jesh gjatë gjithë kohës dhe të flasësh me kamerat, aty ka lojtar që kanë më themel, ka lojtar që janë më të arsyetueshëm në lojën që kanë bërë dhe që kanë më shumë argumenta se Gjesti. Që do të thotë, në qoftë se Gjesti të jepet ky edicion, për mua do të ishte fatal. Okej, por më thuaj një emër përpara se ta mbyllim se kemi arritur në fund të këtij episodi. Unë kam pas kundërshtare në atë lojë, dhe unë jam midis 2 emrave dhe jam midis Gertës dhe Rozana Radit. Faleminderit, Amber, të falenderoj që ishte pjesë e fan clubit, falenderoj gjithashtu opinionistët Ronaldo dhe Shqipe. Ne kemi arritur në fund të këtij episodi. Për ata që nuk e kanë ndjekur, mund të na ndiqni në rrjetet e tona sociale edhe në YouTube. Unë ju uroj një të diel të këndshme dhe i dërgoj një përqafim.